konflikti i interesit që kanë pronarët, duke mbajtur edhe media, gjë që në gjithë botën e qytetëruar perëndimore është ndarë, duke bërë një bord i cili drejtues i cili vendos për këtë gjë. Ky është fakti që këta pronar, jo vetëm nga servilizmi, por edhe nga interesat, se nesër ky servilizëm... Unë ta bëjnë nga servilizmi, nga interesat, nga frika. Jo, janë e din ata kur të bëjnë, se din të bëjnë edhe presion, por është vetë sistemi korruptiv i Ramës, i cili ka arritur në ato nivele, se flasim për një shtet që është një shtet hajdutësh, jo të kleptokratik, që vjedh hapur 50 milion këtu, 430 milion këtu, që vazhdon pagesat për incineratorët, që paguan tunelin e Llogoras edhe kështu me radhë pa pikën e dyshimet se po bën një diçka që është kundër jo vetëm interesave të vendit, po edhe shkelje e hapur e ligjit. Tani dalim në këtë gjë që tha kolegu im i nderuar për çështjen e gjeopolitikës. Çdo justifikim përpara kësaj vjedhje të jashtëzakonshme që me drejt lideri i opozitës tha nuk ka ndodhur në historinë e shtetit shqiptar të ketë makut të tillë të cilët të jenë të pangopur deri në këto përmasa, asnjë vendim gjeopolitik nuk justifikohet paratë që dalin nga buxheti i shtetit. Kjo është alfa në çdo qeverisje demokratike ku do në një vend, në një republikë parlamentare. Do me thënë, gjeopolitika është veprimet se si do të bashkëveprosh ti me aleatët e tu për çështje strategjike në nivel të lartë, po jo t'ju falësh lekët e kontributit popullit shqiptar. Prandaj, edhe kjo është një alibi që e bëjnë si presion që nuk i kemi vjedhur ne, por ne i kemi dhënë për diçka që është në interes të Shqipërisë ose të financave të Shqipërisë, atë industrisë mbrojtjes e tjera. Domethënë, të gjitha këto janë alibi për të justifikuar një vepër të pa justifikueshme. Këtu jemi përpara një skandali, edhe unë mendoj që veprimi i këtij televizionit, i këtij emisioni është në shërbim të interesave të qytetarëve, se në fundit nuk është vetëm diskutimi që a është është korrupsion apo jo, këtu është diçka skandaloze që tregon jo vetëm një akt të veçantë, po tregon një mënyrë veprimi të kësaj qeverie në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë, kjo i shoqëron me akte të tilla gjithë qeverinë në momente të caktuara për 13 vjet. Të saktë, ku janë para? Pikërisht, kjo duhet gjetë. Prandaj këtu duhet nisur. Po nuk hetove korrupsionin. Po nuk gjete ku janë para të çam. Tani dalim në pikën e fundit që dua ta diskutoj që këtu del qartë që pavarësisht guximit të prokurorit, për cilin them që është për ta përgëzuar për një akt që duhet ta bënte, për arsye se ka marrë një përgjegjësi të tillë, jo se po bën ndonjë gjë të lavdërueshme, por duke ditur këtë shtypje të kësaj diktature të krijuar nga zoti Rama, sigurisht është për të përgëzuar, por ka një dubël standard, me i diskutuar këtu, nuk ka, jo vetëm në mënyrën e veprimet. Po së veprojë drejtësia, po s'bëri drejtësi, ky pjesë e drejtësisë është, shiko, ju thatë që duhet t'i heqen atë pasaportë. Kur do t'ja vi? Kur t'i thot Rama, Rama i ka marrë me vete në Itali sot. Lajmet janë që do t'ja heqin. Po pse, kaq është barabar arrestimi i... Jo, s'është barabar, po zonja është deputete sikur se zoti Berisha, prit. Ndryshe nga Velia edhe Meta, zonja është deputete dhe ka një procedurë për deputete. Nuk ka imunitet, po është një imunitet parlamentar. Po t'i bëje procedurën, e mban se mban Rama është çështja saj. Di pra, unë atë kam thënë këtu nga kjo spaku duhet të bëjmë një standard. E kam thënë nga kjo studi. Leria Ramës. Mënyrë se si vepruan ata do ta kishte bërë procedurën. Ti isha unë, do kërkoja minimalisht. Po, nëse zoti Berisha pse s'ja bën procedurën? Do ma lejosh vetëm një sekondë ta shpjegoj vetëm sa për procedurën. Ka procedurë edhe po fal, për nenin që ka zonja, deri në 3 vite, është i nen që nuk e kalon mbi 5 vite që këta e quajnë rrezikshmëri të lartë. Për nenin që ka zonja, prandaj kanë dhënë detyrim paraqite për shkak të veprës së para. E dyta pezullimi që do kërkojnë këta për të mos i hyrë për të çuar në parlament, më fal. Që i kanë bërë këta. Më fal. Sepse ajo është favorizimi tjetër deri 3 vjet shkon. Nuk është Nëse grupi i strukturuar kriminal se dim akoma, sepse ka
ka shpërdorim detyre ose favorizim dhe, po kur je grupi strukturuar kriminal, më shumë se një vetë ndryshon vepra. 50 milion, ku do mi kthej popullit? I ris s'kan gjeto asnjë qindark. Ç'a 50 milion po thon? S'ka asnjë qindark bardall. Nga këto komunikime, nga këto shtëpia Benit që Beni do i marrin mbrapsht, po kërkon të i marrin mbrapsht, shtëpia e mamas Monikës dhe mbathjet e Erionit. Dion tani se mund të kenë qenë çka kanë marrë këtu? Ku janë parat? Jo të Erionit. S'ka parat. Nuk i veshin një lloj tash. Nuk e, nëse pa kur mbathjet e Erionit e quaj se ato të gruan se faturuan ti se ke bler. Gruan në sa vet. Tani ideja është kur them mbathjet e Erionit se i nxorën edhe Benam edhe Benit, pllakat e shtëpisë Benit, to janë. Benit i nxorën vibrator çfarë i nxorën? Vibrator nuk e majtën, ja kthyn mbrapsht. Po pllakat ja majtën shënim. Vibrator nuk ashtu. Nuk e sekuestruan. Nuk e sekuestruan, nuk i duhet për momentin. Tani ambasador, ndërkohë incineratori nuk është. Jo, akoma. As 5 maj nuk ka filluar akoma, po asurat e maleta sjarë vetëm. E tunelet sjarë. Asnjëherë nuk ka filluar akoma. Ore nuk kanë mbaruar akoma këta Lefter Koka me Alçi Bllakon, kanë 4 vjet në burg, ka bë 6 vjet burgaj. Si kanë mbaruar akoma çështja në apel. Dhe këta të dy janë të vetmet që mund dënohen për korrupsion për shkak veprës që kanë. Dhe s'kemi parat, je parë që parati tek ta? Kush është rroga babait të Alçit? Kush ishte? Fabrikën që ka 200 vjet ai zotëria, se bëri me lekët e incineratorëve. Po nëse të mos i hym detajeve. Vepra që ka zonja është vepra që shkon deri. Regjimin, po e vendos Rama apo drejtësia? Drejtësia thashën fillim, unë këtë kam thënë gjithmonë. Regjimet e kriminalet i fuqizon drejtësia, duke mos bërë drejtësi, këta u duket vetat paprekshëm. Tani ne thym mitin e paprekshmërisht, po nëse kjo është vetëm thjesht fasadë që e përkulin për të kënaqur Orekset ose e kontrollon Rama këtë pyetje. Nuk, jo, më thot, jo se kimi tha kush e mban regjimin këmbë. Domethënë Rama nuk ka qef ta ndihmoj drejtësia që qeverisë me regjim, po ata ja bëjnë qok vet. Rama s'do. Këtë nuk e kam zbuluar akoma. Se po të kisha zbuluar, e thoja s'kam frikë. Po jo më e them. Rama nuk do që Spaku ta ndihmoj, po ata ja bëjnë vet për çef. Jo, këta pse ta thash për median çfarë që ka ca njerëz që bëjnë sa gjëra për t'i treguar se na shefu unë e bëra për ty. Pa ja kërku shefi fare, a kupton? Ne mendojmë vërtet ashtu. Po për këtë po them. Ka ca gjëra që i bëjnë, siç themi ne për median që urdhëro shef e bëra. Metën dhe Berisha nuk e kërkoi Rama ta arrestohet, ata e bën vet. Po e kërkojnë Kongres Partisëm. I the keni afat kaq kohë, këta dy duhet arrestohet. E tha publikisht. Në një herë pas kësaj ushtar Dumani me vrap. Po unë nuk e lidh dot Spakun me politikën, se po e ta lidh Spakun me politikën, pastaj nuk e besoj më pastaj që është një institucion drejtësie që po Arben Ahmeta nuk e hodhi Rama që tha po të isha ushtar e ma atë që më thanë mund tani këto orët e fundit, po thotë që e kanë ndarë mendje edhe për Tiranën, që nuk e lëshon. Kur them Tiranë e ka për bashkinë, se Shqipërinë e Tiranën e ka ai. Po do ta majmë peng. Tani unë do ta shikoj, po se unë për shkak të etikës nuk hedh çdo gjë që më vjen ta hedh me xhelis. Pres pak që edhe ta konfirmoj. Por siç kurse kam pas dhe kështu perceptime të mia që kanë dalë të sakta, por kam dashur të shoh edhe lëvizshmëri. Dhe vepra që ta mbyll zonjës është për të mos përsërit vetmja gjë që mund të rrezikon është ripërsëritja e veprës. Dhe këtu hyn roli i saj ose detyra. Dhe për shkak të imunitetit parlamentar, që siç e kishte zoti Berisha, për të punë kartonash është parlamenti, nuk ka imunitet më deputeti mos të arrestohet se është deputet. Masat arrest shtëpie dhe masat arrest me burg kërkojnë Këshillit mandateve, pra Edi Ramës, ai e ka shumicën që t'i heqë mandatin. Nuk e do të prokurori, po se kërkoi fillimisht Ramës t'i heqë mandatin dhe të marrë masën shtrënguese. Po pra, është imunitet parlamentar, jo individual. Është parlamentar. Pra që funksionoj parlamenti që shkojmë pak në hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak.